Seanca e fundit e kuvendit do të mbyllet me një tjetër protestë të hënën më 27 korrik përpara parlamentit. Organizatorët kanë bërë thirrje për tubim nesër në orën 8:30 për të shprehur pakënaqësinë ndaj kuvendit dhe klasës politike, duke cilësuar institucionin si të shkëputur nga interesat e qytetarëve, ashtu si në protestën e 23 korrikut. Edhe këtë herë pritet që e gjithë zona përreth parlamentit të jetë një shtetërrethimi vërtet nga forcat të shumta policore, forcat e ndërhyrjes së shpejtë, bariera metalike, autobotët me ujë, me synimin për të penguar çdo tentativë për deportim të protestuesve drejt godinës së kuvendit. Ky do të jetë konfrontimi i fundit para kuvendit që më pas fillon pushimet e verës. Protesta e fundit e 23 korrikut pati përplasje të forta para kuvendit që në orët e para të mëngjesit ishin marrë masat nga uniformat blu për protestën që ishte paralajmëruar para godinës së seancave plenare. Kordoni i sigurisë, ndryshe nga erët e tjera, ishte vendosur disa qindra metra larg hyrjeve të kuvendit për t'i mbajtur sa më larg protestuesit. Tensioni u intensifikua dhe të bllokuar në hyrjen kryesore të qendrës tregtare Toptani. Protestuesit filluan përplasjet me uniformat. Ata arritën të heqin një pjesë të gardit metalik. Në orën 9:15 u lëndua, kur duhej edhe një orë nga nisja e seancës plenare, efektivi i parë. Ndërkohë, deputetët filluan hyrjet në kuvend, të cilën këtë herë e kishin më të thjeshtë prej perimetrit të zgjeruar. Pjesa më e madhe u futën nga hyrja anësore nga pedonalia, të bezdisur vetëm nga thirrjet e protestuesve, nuk na përfaqësoni, apo deputet frikacak. Makina e një deputeti u godit me vezë dhe kjo nxiti ndërhyrjen e policisë. Gjatë ndërhyrjes për shpërndarjen e turmës, forcat e rendit përdorën ujë me presion dhe gaz lotësjellës, ndërsa më pas kryen shoqërimin e disa pjesëmarrësve në komisariat. Bilanci i paraprak i përplasjeve tregon se 17 persona kanë marrë ndihmë mjekësore. Sipas të dhënave të bëra publike nga Ministria e Shëndetësisë, mes të lënduarve janë 6 punonjës policie dhe 11 protestues. Të plagosurit u trajtuan në qendrën spitalore universitare Nën Tereza dhe në spitalin e traumës. Autoritetet kanë bërë të ditur se të gjithë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Gjatë gjithë ditës 23 protestues u shoqëruan nga policia, shumica e të cilëve u dërguan në komisariatin numër 1.